Албанските власти не ги спречиле тројцата функционери на Влен вчера да влезат во Република Албанија, туку пречката се однесувала само на четврто лице кое било со нив. Ова е појаснувањето што го даде генералниот директор на државната полиција на Албанија Скендер Хита во врска со вчерашниот случај со Беким Ќоку, Аднан Азизи и Хасим Муртезани. Arsye dije në pikën kufitare të qafanës janë paraqitur 4 shteta me qëllim për të kaluar në kufi. 3 prej tyre dispononin edhe pasaporta diplomatike dhe u zhbër me dije që ata mund vazhdonin udhëtimin dhe të ecin, por një person i shoqëruar së bashku me ta, i cili kishte pengesa të lishme në kufi, nuk ka mundur të udhtojë drejt Republikës së Shqipërisë. Në këtë kuadër, të 4 personat nuk kanë pranuar që të vazhdojnë, pra dhe 3 tjerë nuk kanë pranuar të vazhdojnë udhëtimin dhe janë kthyer për në Maqedoninë e Veriut. И пратеникот Беким Ќоку потврди дека се вратиле затоа што не сакале да го остават само четвртото лице кое било со нив. Момenti që dëgjuam na u komunikua që njëri nga bashkëtarët tanë i refuzohet hyrja, ne vendosëm të kthehemi, tani jemi në Struk dhe ende nuk e kemi të qartë pse ndodhi kjo, ndërkohë neve e dim që ka disa ndalesa, disa refuzim hyrjes që janë bërë, që janë shqiptuar nga shteti shqiptar, kryesisht shqiptar nga Maqedonia e Veriut, dhe kjo na bën teje të zemruar, të indinjuar pse на ndodh kjo. Според она што го изјави другиот пратеник Аднан Азизи, функционерите претходно слушнале од активисти дека постојат забрани за влез во Албанија, нешто што, како што рече, не верувал дека може да им се случи на официјални лица. На овој настан му даде и политичка димензија, алудирајќи на поддршката за протестите во Албанија, како и на поддршката што била дадена за студентските протести во Македонија. Është vërtet një situatë absurde, ka ndodhur kundërta që Shqipëria është përzi duke kërkuar ndihmë BDI-ja nga përfaqësues të zyrtarëve të shtetit shqiptar. Kryetari i grupit parlamentar Tauland Balla ka dalë me përkrahje të hapur të protestës të organizuar nga BDI, një protestë absurde që s'ka të bëjë fare me interesa kombëtare. Pastaj edhe ambasadori i Shqipërisë në Maqedoni ka dalë hapur me organizatorët, ka bërë edhe foto, i ka mbështet. Pastaj edhe ata cilët erdhën të protestojnë nga Shqipëria dhe nga Kosova, i ka pritë edhe në ambasadë, por ne asnjërin nga ato nuk e kemi denoncu, as kemi kërkuar që shteti t'i shpall non grata. За настанот со официјална реакција се огласи и партијата Влен, барајќи од албанските власти, доколку постои забрана за незините функционери да излезат со официјални документи во кои ќе биде наведено кој ја донел одлуката, врз која законска основа и од кои конкретни причини. Од Влен вела дека меѓу албанските односи треба да се градат врз транспарентност, институционална почит и јасна комуникација, а не врз необјаснети забрани и процедури што оставаат простор за сомнежи.